Çfarë është problemi midis Afganistanit dhe Pakistanit? Ku e ka gjenezën ky konflikt dhe kjo luftë që po bëhet aty? Kush qëndron pas tyre që po i shtyn në luftë? Kush po e dhez fitilin? Kush janë humbësit më të mëdhej e përfituesit më të mëdhej? Janë pyetjet se çfarë është ndodh dhe si nuk po arrihet që këto dy kombe të pajtohen mes vete. A janë fajtor talibanët tani në pushtet? A është ajo mbetja, ai mikrobi që mbetet pas tërheqjes së Bashkimit Sovjetik? A është fajtore Kina, e cila sheh në Afganistan një territor shumë të rëndësishëm për transportin ndërkombëtar të mallrave të veta? A janë britanikët të cilët e ndajnë atë zonë në atë mënyrë që të ketë probleme vazhdimisht? A do të shihni se si janë nda fiset, familjet, kombet, atë në atë pjesë botës e dini janë me familje, pashtunët, veziritët, ata tjerët, që i kanë nda në 2 pjesën, 3 pjesën, 4 pjesë, apo janë interesat e tanishme globale, pas së cilave është duke bërë mund të madh Donald Trump, administrata amerikane, apo prej të gjithave këtyre kapak e kanë sjellë situatën deri këto.